إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hamdi dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim, furnizim, shërim, strehim kërkojmë. Ka e udhëzon Allahu subhanahu wa ta'ala në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb. Dhe ka humb nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon pas Tij subhanahu wa ta'ala. Dërgojmë përshëndetjet tona, selamet, salavatet të dërguarit ton, vulës e pejgamberëve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë me të mira deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na e pranoj çdo ibadet për ibadeteve që e bëjmë. Me gjitha mangësitë dhe të metat dhe gjunahet tona që I kemi. Shpresojmë që për çdo hap që e bëjmë, që ndajmë për të dëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, me shpresë se një ditë do të na bëjnë dobi kjo kohë dhe kjo ndarje e kohës sonë, kur në atë ditë nuk na bën dobi as pasuria, as familja e as fama, vetëm se besimi në Allahun dhe veprat e mira. Pra ajo është dita e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Një ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke e këshilluar një prej sahabëve, thot Ibn Mes'udi radhiyallahu anhu, një ditë prej ditëve ishte në xhami duke qëndruar dhe vjen një person tjetër dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thuhet që është ky person që ka ardhur është Ibn Abbasi dhe pejgamberi alayhi salam e këshillon këtë sahabi dhe I thot: Igtanim khamsan qabla khams. Me këto këshilla, porosi të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qëllimi është që na të përmirësohemi. Qëllimi është që na të jemi më të mirë. Qëllimi është që na këto fjalë që I ndëgjojmë dhe që I themi të jenë argument për ne e jo kundër nesh. Edhe për atë pejgamberi alaihi salatu wasalam e shfrytëzoi rastin kur erdhi ky sahabi I ndershëm dhe këshillon, duke ja bërë qartë pasi që na jemi në këtë mjaftë, pasi që kemi hi në vitin e ri, hijri, vitit islam, secili prej nesh me këto fjalë që të dëgjoj fjalën e Allahut dhe porosinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, t'ja vendoj vetes vet, ta merr një kalem, një laps edhe një fletore, sikur çdo kush prej nesh në biznesin e vet, në shtëpinë e vet, me evladin e vet, me pasurinë e vet, ai tjetri atje me veturën e vet, në çdo vjet ja bën servisin, e ky tjetri në biznesin e vet e këshir çka ka fituar dhe çka ka humb. Një ashtu është edhe një llogari tjetër. Na llogaritë e dunjas shumë herë I dim. Llogaria e familjes, llogaria e pagës, llogaria vjetore e biznesit. Mirë, na a duhet të llogarisim veten tonë se na ku jemi për çdo vjet?
A jemi mbrapa, a jemi para? Pasi që ai biznisin e vet atje në një artikuj që nuk ka shku, nuk e shqit, në vitin e ardhshëm nuk e nxjerr prapë për s'dyti ma. Anulon, edhe shton artikuj tjerë. Një është edhe besimtari, çdo vjet që vjen, dhe çdo vjet që kalon, që e lën mbrapa, le ta shikon veten e vet se ai cilën artikuj që është për qëllim, cilën ibadet e ka të mangët që ta shtoj. Allahu na ruajt, cilën ibadet e ka ta laj anash. Që kjo nuk duhet të ndodhë tek muslimani, tek besimtari. Por e kundërta. Atë ibadet që e ka duhet ta shtoj. Dhe atë që nuk e ka i mungon, edhe duhet ta mësoj. E padyshim që atëherë obligohet mësimi i fejsë Allahut subhanahu wa taala. E për ata Allahu tha në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. O ju të cilët keni besuar Allahun subhanahu wa taala, o ju të cilët besoni në Allahun se Allahu është më i madh. Kur Allahu të thërat Allahu akbar, jo në gjuma, se gjumon shumica e falin, jashtë të gjumas, jashtë të bajramave. Kur Allahu thot në namazet tjera, hayya ala salah, hayya ala falah, ti që jem punën tënde, ti që munohesh me shtu punën tënde, biznesin tënd, vallë, a mendon me herë ta shtojsh imanin tënd, besimin tënd, kur të thëret ezani, hayya ala salah, eja në namaz, hayya ala falah, eja në shpëtim. E për ata Allahu subhanahu wa taala tha: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullah, o ju të cilët keni besuar Allahun subhanahu wa taala, keni frikë Allahun dhe le të shikoj secili prej jush se çka ka përgatit për të nesërmen. Çka ke përgatit ti vëlla sot, unë dhe ti, unë që flas edhe ti që ndëgjon, nëse na vjen vdekja, melekul maut. Edhe vdekja nuk tregon asnjëherë. Vdekja të vjen ose me një tërmet, ose me një aksident, ose me një infarkt në zemër, ose serive të ndryshme, shkake të ndryshme. Por ja që vdekja secili prej nes do t'i vjen. Vallë, a jemi na gati që neret na vjen me lekul maut edhe të thuish elhamdulillah se unë motja e pres këtë moment. Se cili le t'ja parashton vetes këtë pyetje dhe shumë pyetje tjera. Pasi që ta fillojmë vitin ton me vepra që Allahu është i kënaqur me neve. Allahu tha, duke vazhduar në ajetin: Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Dhe Allahu është i ditur, Allahu është i njoftuar për çdo send që e bëni. Allahu thot: wa man ya'mal mithqala min dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Dhe ai që bën një vepër, qoftë edhe sa një grimca atomit, do ta shef tek Allahu, do të shpërblet tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe kundërta Allahu na ruajt. Çka? Edhe ai që bën një vepër, qoftë edhe sa e vogël sa grimca atomit, ajo do t'i del tek Allahu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadha alkitab. Allahu na tregon çastet e atij momentit kur njerëzit do dalin ditën e Kiametit, do të thënë çka kanë ky libër. Ma li hadha alkitab. Çka është ky libri i veprave të mia? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nuk e paskalon asnjë send, asnjë vepër apo fjalë pa e shkruajt, vetëm se po na paraqitet neve. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e këshilloi këtë sahabi të ndershëm edhe gjithë ummetin e tij deri në ditën e Kiametit, çka tha? O ti musliman, o ti vëllai dashur, o ti musliman e muslimane, se çdo hadith edhe çdo ajet që flet nuk përjashtohet gjinia femërore, këtu në gjinia femërore. Çka tha? Igtanim khamsan qabla khams. Shfryzoj 5 mundësi para 5 tjerave, që do të thotë para se të kalojnë, para se të shkojnë. Igtanim shababika qabla haramik. Shfryzoj rinin tënde. Rinin tënde kur ti je i ri, mëno me vizitu xhamiat. Rinin tënde kur je mëno me bo ibadet. Rinin tënde shfryzoj në punë të xhairit. Jo kur të vjen në moment një çast pas disa viteve, padyshim na nuk kemi
për atyre që ajo me shpresat atyre që janë arrit në moshë. Allahu subhanahu wa taala tha në Kur'an innal hasanata yudhhibna sayyi'at. Edhe ata të cilët pas një moshe të kaluar edhe janë penduar tek Allahu subhanahu wa taala dhe e falin dhe ndoshta më herët janë fal, ndoshta më herët kanë bëu gjunahe, edhe ndoshta dëshpërohen tash kur ti ndëgjojnë këtë fjalë, por nuk kanë për të dëshpëruar, se ka prej sahabëve të ndershëm që kanë qenë moshë të thyë, domethënë, por kur janë penduar, Allah i ka përgëzuar edhe i ka thonë innal yubaddilu Allahu al-hasanat, domethënë Allahu ja kompenzon veprat e këqija, veprat me gjunahet, mos faljen e namazit, me pendimin që e bën ky person, Allah ja kompenzon, ja bën këtë sevape. E për ata nuk keni çka dëshpëroj ju që Allah i rujt prej son. Allah ju dhaf shëndet. Po na tash po flasim ato që janë rinia. Ju që jeni rini, çka ke bën ti për Allahun subhanahu wa taala? Unë dhe ti, çka bëjmë për Allahun subhanahu wa taala? Vallë në sa namazë na i lojmë anësh, se jo valla kam loj sportit, atje futball kam është me lujt. Ai tjetri atje, ai tjetri. Nuk kemi kundër në gjëra tjera që janë halal. Por mos e haro, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Allah i tha pejgamberit alayhis salam, mos e haro ti çat ta kompri dunjas, që në thotë prej të mirave të dunjas. Por mos e haro edhe ahiretin, mos e haro edhe namazin, mos e haro edhe zakatin, nëse je për të dhënë zakat, mos e haro edhe ndihmën ndaj tjerëve. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam hadithin, këshillën e dytë të sahabijut, çka i tha? Wa sihatika qabla haramik, dhe sakamik, dhe shëndetin tanë, shfrytëzoje shëndetin tanë para se të sprovohesh me sëmundje. Sa njerëz sot për fat keq, domethënë Allah e shëroi gjithë smur për muslimanëve. Allah e lehtësoftë çdo njërit prej nesh që ka sprova të ndryshme. Një vizitë shkurt me e po në për spitalet tona, apo në për shtëpijet tona që njerëzit janë me vite të smur, me i thonë, qëfar dëshire kishe pas të ashti, me të dhonë mundësia, njëni është i paralizum, Allah e shërov zotës mund muslimanve, edhe a i thotë, vëllai kisha dash me shku në xhami, me prezentu një ligjerat, apo kisha dash me shku me pun një pun të hajrit, me pun një hajrat. Ja që ti ki mundësi, je i shëndosh, shfrytëzoje në hajr, në pun të mira, në ato pun kër është Allah i kënaqur. Pastaj pejgamberi alayhis salam vazhdon me hadithin ku thotë, wa aghnaka qabla faqrik, dhe shfrytëzoj pasurinë tënde që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala para se të provohesh me fukarallëk. Kur Allah ka dhënë pasuri, mos e shtrëngo dorën. Nemoja që ka nevojë, duke u nis nga familjarët. Se shumë herë na kur do me ndihmu, shkojmë ndihmojmë prej ka mas largët, jo, e kundërta. Në Islam ka thonë pejgamberi alayhis salam, sadakaja që i jepet familjarit është dy herë tek Allahu. Silatu rahim edhe sadaka. Është ndihmë, nevojë që ndihmon, edhe silatu rahim, marrëdhënie domethënë familjare. E prandaj të mundohemi që ti nejmë gati kur Allah na jep pasuri, se pasuria nuk ka që do të thotë mundën çmu njëri pse ka pasuri, jo, por me majt pasurinë. Nëse njeriu din ta marr pasurinë në atë që Allahu ja ka leju, po dëshim që la in shakartum la azidannakum. Nëse ju e falënderoni Allahun, çka falënderim ndaj Allahut? Mi audit mirave të Allahut, kur Allahu t'jep pasuri, mi audit atyre që nuk kanë pasuri. Se Allahu na sprovon në herë. Allahu thot në Kur'an, ju keni bën sprovë mes jush. E ka bën sprovë të varfurin me të pasurin. E ka bën sprovë të sëmurin shpinën e vet me familjarët që i ka më së afërti, me ato të shëndoshit, vallë sa do t'i nejnë gati, ato do t'i ndihmojnë. Të janë sprova, se për Allahu kur do në ndryshon gjendjen. Prandaj të mundohemi të shfrytëzojmë këto mundësi që i kemi para nesh. O firaghi qabla shughlik, dhe ta shfrytëzojmë kohën e lirë para se të zihemi. Sa njerëz kur janë të lirë, mundo prezanto shembull në mësimin e fesë, në mësimin e dispozitave të halalit apo të haramit. Sa njerëz, sa musliman prej nesh, ndoshta për fat keq, nëse imami mungon ai nuk do të fal namazin. Falet me një qasë dhe shkon të shtëpia. Pse? Pse është i mangët në digjerata. Sa njerëz prej nesh nuk din nëse gabon namaz, nëse gabon në abdes.
apo shumë se në tjera. Pse nuk është i mangët në mësimin e fesë. Prandaj shfrytëzo rastin vëlla, kur ti je i lirë, shfrytëzo me gjizet e xhairit, shfrytëzo falë namazin për në xhami, jashtë xhamas. Se normal kur je në punë, jo çdo herë mundesh me shku në xhami. Mund të puna mu fal. Por është për qëllim kur ti je i lirë, falë namazin në xhami. Se kur të zihesh me punë atëherë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një prej sahabeve në kohën e pejgamberit alayhi salam ishte i semur, nuk ka në xhami. Edhe pejgamberi thot, ku është filani? Thonë ja Rasulullah, nuk e dina. Interesohen, vjen haberi, lajmi që ai që nga i smur. I tha, melaiket e përgëzun atij personit që i shkruhet se vapi si me pas ardhur në xhami. Pse ai i cili ka ardhur kur ka qenë i lirë dhe i shëndohesh, ka ardhur në xhami, kur ta spronon Allahu zihet me diçka që normale me punën e vet apo me angazhimin për familjen, për punën, riskun që fiton me halal. Shumë herë të na shembull edhe kur e fiton pasurinë me halal, bani niyetin kur dash për shtëpisë tënde, bani niyetin që të çat pasurinë që fiton tash me rrit familjen tënde me halal. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri i cili del për shtëpisë vet dhe ban niyetin që çat pasuri që punon dhe ta fiton të arrum familjen e vet me halal, i shkruhet tek Allahu sadaka. Gjithashtu kush prej nesh ka mundësi me dhon për ditë sadaka. Por ja që e keni lehtësim edhe ti që smundesh me dhon sadaka, çka kur dal për shtëpisë tënde, bani niyetin për çat punë që të shku me rrit familjen tënde me krenari, me halal, edhe tek Allahu që inshallah jep atyve që si me pas dhon sadaka. Pastaj porosia e fundit që pejgamberi alayhi salatu wasalam ja i sahabit i tha, wa hayatika qabla mautik. Dhe jetën tënde shfrytëzoje para se të vjen vdekja. Pasi kjo mundësia e fundit të çdo njëri prej nesh. Na po e themi këtë si një paralajmërim, si një përkujtim. Shumë prej njerëzve ku t'i vjen vdekja në ditën e Kiametit, që ja lejteni qaddamtu li hayati. O i miri unë, të kisha dhënë diçka, të kisha bënë diçka për dunjën time. Kur e thot këtë fjalë, thot Allahu në Kur'an, këtë fjalë e thot njeriu në ditën e Kiametit. Por është edhe një fjalë tjetër në momentin e vdekjes. Qala rabbi irji'un a'malu salihan. O Allah, kthem edhe pak ti bëj disa vepra të mira. Çka në namaz ta falin xhami. Çka ta falni drekë, një ikindije, një akşam, një yatsi. Njerëve mos kisha mungu në para harame, ta kisha prezentu vetën teme në vendet ku është Allah i kënaqur. Do t'i themi, se t'i premesh, nëse dikush ka mujt me fal namazin xhami pa asnjë arsye tjetër, e ka fal te shtëpia, që të momentin e vdekjes unë dhe ti, unë si hoxha dhe jo si xhamat, të t'i thot Allahut, o Allah, më kthem edhe një herë, veç ta kisha fal namazin xhami. Veç ta kisha zgatë edhe pak një subhanallah më shumë me thon sejdë. Vallahi do ta themi. Por ja që Allahu subhanahu wa taala kalla asnjëherë. Por kjo është Allah na ruajt. Kjo është cilësi munafikave. Allah na ruaj nga cilësitë e munafikave. E nga çdo sifat që e kanë ata zullëmçar. E lutim Allah subhanahu wa taala që Allahu të na jap dobi në jetën tonë, në shëndetin tonë, në pasurinë tonë, edhe në jetën tonë. Allahu na e marr shpirtin si musliman. Allahu çdo të semur tonin, Allahu ta shëron. Allahu çdo të vdekur të muslimanëve, Allahu ta mëshiron. Mos t'i harrojmë të vdekurit tonë, ndërkohë nisim nga familjarët tonë, pasi që ata nuk kanë ndonjë tjetër që mundet më jeni mua. E prandaj mos t'i harrojmë doat tona gjatë namazeve, pas namazeve, e kështu që çdo të vafër Allahu ta pasuron. Ku kemi gabu është nga tmetat tona, nga gjunat tona, ku e kemi qelluar është nga begatit, mirësitë Allahut subhanahu wa taala. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sot është dita e gjumah, prej atyre vlerave që i ka, veçorive që i ka kjo ditë, është dërgimi salavateve pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mos t'i provojmë nga kjo mirësi, begati e madhe, pasi që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men salla alayhi salatu wahidan sallallahu alayhi ashra, dhe kush i dërgon pejgamberit alayhi salam një salavat, një përshëndetje, Allahu ja kthen në 10. E kështu që
mos të privojmë nga ky mirësi. Një ashtu është edhe dita e lutjeve, duave. Pasi që çdo ditë prej ditëve Allahu ka thënë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dhe kur të pyesin ti robët e mi, un jam aty, un jam me ndëgjimin dhe shikimin tim aty. Por ja që një veçori për veçorive ditës xhumas që pranohet lutjet, e kështu që çdo prej nesh, çdo cili prej nesh ka halle derte, mos t'i provojmë, mos të pritojmë, por të bëjmë dua për familjet tona, për gratë tona, për fëmijët tonë, që Allahu t'i udhëzon neve mas pari të na udhëzon fëmijët tonë, gratë tona, familjarët tonë, edhe duke shpresuar në Allahun subhanahu wa taala që Allah të na pranon çdo ibadet. Allah na fal gjë gjuna që e dim dhe që nuk e dim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم انصر مستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر مستضعفين في كل مكان في مغاربها ومشارقها يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.